Komisioni i Punëve të Jashtme në Parlamentin Evropian ka miratuar me 57 vota pro, 11 kundër dhe 6 abstenime raportin për Shqipërinë i përgatitur nga Andreas Schiader. Raportuesi austriak nënvizoi se Shqipëria është tashmë një shtet pararoj me reforma integruese me objektiv antarësimin e vendit në familjen evropiane brenda vitit 2030. Në raport theksohet se prioriteti kryesor është forcimi i pavarësisë gjyqësore, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mbrojtja e të drejtave themelore. Rritja e pluralizmit dhe transparencës në media mbetet thelbësore për të ndërtuar besimin tek publiku. Raporti vëren polarizimin e vazhdueshëm politik, të karakterizuar nga reforma konfrontuese dhe bën thirrje për dialog politik dhe konstruktiv dhe gjithëpërfshirës. Eurodeputetët shprehin shqetësimin serioz për ndikimin e huaj keqdashës, veçanërisht nga burimet të lidhura me Kremlinin, i cili kërcënon institucionet demokratike në Shqipëri dhe ambicjet në antarësimin e Bashkimit Evropian. Ata bëjnë thirrje për një qëndrueshmëri më të madhe institucionale ndaj abuzimeve me financimin politik, manipulim të medias dhe kërcënimeve kibernetike. Eurodeputetët mirëpresin programin e ri prej 922 milion eurosh për reformën dhe rritjen i dedikuar për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbështesë agjendën e reformave në Shqipëri sapo të përmbushen kushtet. Ndërsa në lidhje me zgjedhjet parlamentare të maj 2025, raporti përshkruan ato si konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar, me shqetësime mbi përdorimin e burimeve administrative. Eurodeputetët u bëjnë thirrje partive politike shqiptare të angazhohen për reforma gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE Odirit dhe Komisionit të Venedikut. Puna e organeve të reja të drejtësisë në veçanti e SPAK-ut në ndëshkimin e zyrtarëve të lartë të korruptuar është vlerësuar maksimalisht në këtë raport. Në këtë mbledhje, Kuvendi i Shqipërisë u përfaqësua nga deputetët Jorida Tabaku, Oert Bylykbashi, Toni Gogu dhe Etienne Xhafaj. Ky komision do të njihet në orën e vijim edhe me raportin e vëzhguesve të Parlamentit Evropian për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në vendin tonë.